Eklipsi diellor i 12 gushtit, ku mund të shihet dhe si ta vëzhgoni pa rrezikuar shikimin. Pothuajse gjysmë milion turistë pritet udhëtojnë drejt Spanjës për të përjetuar vetëm 90 sekonda errësirë të plot gjatë eklipsit diellor të 12 gushtit. Fenomeni do të jetë i dukshëm në një brez që shtrihet nga Grenlanda dhe Islanda deri në Spanjë e Portugali, ndërsa në Itali do të shihet vetëm pjesërisht. Edhe pse faza e eklipsit të plot zgjat vetëm 1 minutë e gjysmë, ai përkon me pushimet e Ferragostos dhe ka nxitur një valë rezervimesh turistike. Nga disa zona të Spanjës, çmimi një nate hoteli ka arritur deri në 1.200 euro. Spanja ka përjetuar një eklips të plot diellor në vitin 1905, por në vitet e ardhshme do të ketë 3 të tillë. Pas atij të 12 gushtit, eklipset e radhës do të ndodhin në 2 gusht 2027 dhe në 26 janar 2028. Një eklips i plot diellor është një nga ato momente të rralla kur miliona njerëz shikojnë qiellin njëkohësisht dhe ndjejnë mahnitje dhe kurreshtje, thot Carol Mundell, drejtoresh shkencore e Agjencisë Europiane të Hapësirës ESA. Autoritetet spanjolle do të organizojnë aktivitete dhe pika vëzhgimi për publiku, ndërsa ekspertët këshillojnë përdorimin vetëm të syzeve të certifikuara për të parë fenomenin, pasi syzet e zakonshme të diellit nuk i mbrojnë syt nga rrezet e dëmshme.